Ti je personi vetëm me të cilin do ta kalosh çdo ditë të jetës tënde. Ndaj mëso të jesh shoku yt më i mirë, jo kritiku yt më i ashpër. Çdo njeri ka ditë të vështira, momente dobësie dhe periudha kur humb besimin tek vetja. Por vlerësimi i vërtet i vetes lind kur edhe në ato çaste zgjell të mos e ulësh veten, por ta ngushëllosh, ta kuptosh, ta mbështesësh. Fillo ta trajtosh veten me dëmshuri, jo me përçmim, sepse mënyra si e sheh veten përcakton si e përjeton botën. Nëse e shikon veten me sy dashurie, atëherë gjithë jeta do të mbartë ngjyra të reja.